Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e rrit sprovën, duke e rrit sprovën e jetimit, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ana wa kafilul yatimi hakadha. Ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, unë edhe jetimi në xhenet jena çështo. Thot transmetuesi e ka thënë gishtin e mesëm edhe gishtin tregues. Gishtin tregues edhe gishtin e mesëm ka thënë ai shka e ruan jetimin. Se jetim është ran, jetim në shariat është ai që s'ka bab, jo ai që s'ka nan. Jetimi është provë ran. Apo ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, kush kujdeset për jetimin, edhe besimtar, ai me mund xhenat çështo, komshi. Apo sa është e madhe me rujt një jetim? Sa është e madhe me rujt një jetim? Ndërsa ka thënë në hadith tjetër ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili kujdeset për të vejën, sa i cili i ka vdek burri, dhe ai i cili kujdeset për jetimin, edhe fukarajen, është sikur ai i cili lufton në rrugt të Allahu xhelaluhu në luftë. Merë pjesë me trupin e vetë, ndërsa në hadith tjetër ka thënë alaihi salatu wassalam, ai i cili kujdeset për jetimin edhe kujdeset për të vejën është ai i cili vazhdimisht falet natën edhe agjeron ditën nafile. Është provë e madhe. Andaj është thirrje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit të kenë kujdes për jetimin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që i kanë ngushëlluar njerëzit kur i kanë humbur parat. E ka pas me mësam një shok, e ka pas emrin Suhejb e Rumi. Ka arë piromag ve, ka pranu fejen të Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kur ka arë Mekë, ka bo pare shumë. Apo? Ka bo pare shumë. Edhe i kam shej parët. Domthon i kam shej parët që kur që i të punon njerëzit për rastet të vështira. Kur i ka dhënë Allahu xhall leje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bo domthon hijret në Medinë, ka dashur me bo hijret. Me shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ka ndodhur? Tu dal pe mësëm ka dalë me Bubekrin, e ka gjumë rastin. Edhe ka dash me shku me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ka ndalë do Kurejsh rrugës e ka thënë s'kati me shku. Ktheu mas. Edhe tu kthi, atë rrudha konë gjatë, se kanë zonë më larg. Edhe janë dalë me flet. Edhe kur janë çupi gjumit, kju ka thënë, çka thoni be burra, sa ashtu është edhe ju keni dert për parë. Ka thënë i kam unë do parë të më sheftan Mekë. Ka thënë altan, domthon që i kam mbledh. Ja uap, hajtë më singoni ju ato pleshtë të Kurejshve, shlom një muë. Apo, se u kanë 100 deve kush e bje Muhamedit në gjallë. 100 deve. Një deve dhe zero 5.000 euro. Deri 20.000 euro. Deri 40.000 euro. E shumëzoje ti 100 deve herë 10.000 euro. Sa kanë lip për kokën e tina? Apo, shiko, e kanë lip kanë. Ka thonë ati shka, i kam do pare, une? Ka thonë ku i kive pare, s'pas ke pare me veti. Ka thonë ju shkoj të venet ku i kam. Ka ma vesh bes mes mua edhe juve. Ka thonë ja uap që të pare. Qëka i kam? A më lironi? A da nuk më spiononi? Ka thonë po. Edhe ka thonë ti ta jap një kese. Altan, komplet. Që i ka punuaj gjatë jetës e vetë. Edhe kanë shkue tinza. Edhe ja ka thonë, qëti ku e ki kesën. Ka thonë dhe shkoni të filan gruja. I kini dhe do altan që aty. Merë njërë që ato. Ketë parë t'i kalon. Vesh teshet ja kanë lonë. Edhe ka shku pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Suhejbi, kum shkue ta zan pejgamberit sa tu in Medinë. A mund të para mos sa ka dash më sa. Ose ket kapitalin e kalon. Merë. Apo ai ka mujt të bëllë manovër. Do thonë që kam në zonën, unë e dash munin, pse mi dhanë këtë parët? Hajt bëhet rast tjetër. Këtë parët i ka dhënë. Edhe thot kur e zuna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur mpa pejgamberi alaihi salatu wasalam, e më tha Rabihal bej'u ja Aba Yahya. Tha fitove, o Suhejb, fitove. Tha i thash ja Rasulullah, kur kush më ka takue, edhe kur kush se di që ku marrë. Ka thonë, atë ka kalzu Gjibrailia, që pse më përgzove? Atare, thot po, ka zbit fjallë Allahu Gjelalu në Suhejbin, në surën Al-Baqara, ajeti 207. Shiko, ajeti i cili flet për një romak, Bizant. Ka arë pi romakve, e ka pranu fejen të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa minan nasi, ka do njerëzi, Suhejbi, yashri nafsuhu ibtigha mardatillah, e blen e shet veten me fitu kënaqësinë e Zotit. Allah i të ka qu do pare, vallahi ti ka qu veç me hangër. Ti ka qu me bleje xhenetin. A ke pati kur ki pare bleje diçka. Ti ka qu Allah parë me bleje xhenetin. Po se bleve xhenetin. Ja ke huq. Shiko që njeri këtë parë i ka dhanë, shkojë te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ka zbrit Allahu ajet,
prej njerëzve ka që me parën e vet e ka blek knatësinë Allahu xhallahu ala, e Allahu thot në vazhdim wallahu raufun bil ibad, Allahu shumë i mëshirshëm me robërit e vet. Çiko, përsa me kanë ngushëlluar. Sa u munua ky njeri? Ja parë i ka ti andej vetëm ta fitoje shpërblimin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka pas zakon që kur i ka vdekur dikujt djali në luftë prej të rive të muslimanëve dhe ka ardhur nëna vet, janë ngushëlluar te Muhamedi alayhi salatu wasalam, pejgamberi ka përgëzuar. Tregon Enes ibn Malik se ka ardhur nana e një djalit i cili ka pas emrin Harithe ibn Suraqa. U kon djaliri. Në Mekë, në Medinë kur e ka marrë luftën e Bedrit, apo e kemi përnej luftën e Bedrit, sahabët janë munue me ezan bunarin mos kanë ujë paganët. Çka ka ndodhur? Edhe njëri prej sahabeve shkon te uji i muslimanëve. Një sahabi tjetër kujton që ka mritë uji një shka, një pagan. Edhe e nxjerr si gjetën edhe e gjuh. Kur e rok shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gabim. Apo? Gabim. E kanë zonë bunarin, ka ardhur ky sahabi të morë ujë. Një sahabit e ka thonë, ka menuar që hini do njëri pit armikut, kë ka morë ka gjujt. Edhe e ka rrok. Sahabët janë kanë çigjetës, janë kanë preciz. On përpik se e kanë trajtuar vetëm për këtë aspekt. Edhe vjen nana e vet e merr vesh. Edhe i thot ja Rasulullah, apo më ka zonë për djalin tëm çau vra. A on xhennet e të bëj sabër? A thot, a mësot dikun tjetër e mos nal në tukajt. Ta vajtoj mirë, ta vajtoj, se kam bërë djallë. Atari thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, vaj haki, a wahabilti, ka thonë mirë për ti, vaj hak e përdor mirë për ti arabt edhe për gzim, jo veç për kuku për ti. Pra, e lumi ati, ka thonë e lumi ati, atë ka shlumenja, apo atë ka shlumenja, ka thonë, a wa jannatun wahidatun hiya, a veç një xhenet e ka Allahja. Innaha jinanun kathira, Allahu ka shumë xhenete. Wa innahu la fi jannatil firdaus. Ka thonë djali jote ka rrog firdausin. Çika, pensam i ka qetësue djemt nanat e djemët që kanë ndek luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë a vesh një xhenet është e ka Allahu? Allah ka shumë xhenete. E djali jote ka rrog firdausin. Eluspi Allahu inshallah na bën prej atyre që hyjnë në firdausin Allahu te bareke ve teala.